Banorët e dy fshatrave, Kullaj dhe Dragoç, në njësinë administrative të Posribës protestuan këtë të hënë duke kundërshtuar rikonstruksionin e rrugës që lidh këto fshatra me qendrën e njësisë. Ata kërkojnë që investimi të përfshijë edhe zgjerimin e rrugës, jo thjesht riveshjen me asfalt, pasi në këtë formë bëhet burim aksidentesh. Duke akuzuar Bashkinë Shkodrës se po kryen investim elektoral dhe duke i ndarë zonat në të majta dhe të djathta, ata thonë se kërkesat e tyre nuk kanë sfond politik, por nëse nuk merret parasysh, do të bllokojnë punimet. Qëllimi kryesor i kësaj proteste është që kjo rrugë të bëhet me standarde. Ka filluar të bëhet riparimi, nuk është me standardeve. Këtu bëhet fjalë për zgjerim, edhe nuk ka nevojë për prishje, për zgjerim. Për zgjerim rrugët, edhe fshatrat kanë dorë për gjys. Edhe fshatrat kanë dorë për gjys. E kanë shuar deri një farë vendit, e kanë ndaluar. Pra, edhe nuk është hera parë që këtij fshatit, një fshat me fshatis, mund të them më diskrimuar, më rrezik i Shqipëri, edhe i e vend ka me këto. Një kjo rrugë është kryesore, jo vetëm për zonën tonë, po kjo lidh këtë me marrësinë e madhe. Gjithna, si kërkojmë sot demokraci, ky fshat e ka dhënë sysh në vitin 46. Po këtij fshatit i prehet rruga përgjys, i ngushtohet rruga, zjanohet krejt, edhe pse na bjen në fije me prish, nuk kana problem, se na kanë tolerant ton jetën na, edhe jana. E kanë do fshatin përgjys, dallon, se aty ku e kanë do fshatin, janë 10 pushkatum, anë s'dojnë mje quë, as të kulak, ku ka ardhë Benet Becin me non-shtator me përkujtue lëvizjen antikomuniste të Posribës, tha unë jam edhe për demokrat, jam për ton poplin. Hajde Benet Beci sot, aty ku është kput rruga, aty janë 10 pushkatum, aty s'shkon monej, aty as ka dritë, as ka rrugë, aty janë kulak, si janë shujt atërë, po janë familjet më të nërume në tonë Shqipnin. Kërkojmë edhe si mas projektit, si janë njësë prej të ura mesit, zjanimi, ju peshivni vetë, mund të filmoni, anësuet kanë bo 3 metrë të 10, edhe nuk shkëndim be kanalit, të ju po atë vetë, si në 2 makina nuk nërohen. Nuk kërkojmë asë gjonë më tepër na. Tabela nuk është vendos aty, që të tregoj se çfarë punimesh, sa çfarë për masash janë do të bëjnë këto. Rruga që jemi në tashi këto është 3 metra 50. Nuk mjafton për 2 automjete të kalojnë rahat. Këtu kalojnë edhe kamësorët, kalojnë edhe fëmijët e shkollave. Banorët patën edhe një ballafaqim me administratorin e Posribës, i cili e pranoi se investimi përfshin vetëm riveshje me asfalt dhe jo ndërhyrje të tjera. Kjo është një riveshje që është bo, nuk është një investimi mirëfillt, sikur është bo ura mesit box, është bo me 3 lote, një pjesë krejt e shkurta bo me 3 lote, edhe bo investim me bankina me gjona kështu. Kja ka ardhë një riveshje, 1.586 km, a bo riveshje. Do me thonë, edhe na kena mot edhe me inxhinierin e rrugës, edhe me nënkryetarin e bashkisë, kena ardhë cep të mba matjen. Këtu, si kur qëtot edhe 50 centim, kjo nuk pranohet nga një regulator i rrugëve, sepse ajo është bërim aksidentit. Edhe duke pasi nuk është një investim që të vehen mërojat e hekrit në kanal, edhe është ba e pa mujtën për më ba 4 metra, do me thonë një pjesë të madhe të rrugës. Fatkeqësisht ishte, do me thonë, kja pjesë më ka prejkë ma shumë që s'ka shku deri në fund. Po shpresoj me këmbgulje që me mujtë me e qu krejt, do me thonë, derisa të përfunojnë pjesa kulleve. Itu janë të majtë, janë djathë. Ne dona me na bo rrugën 4 metra, sikur bëhet Dragoç, sikur bëhet box, sikur ka fillu, sikur ka fillu të ura mesit. Kjo nuk është protestë politike. Protesta do të përshkallëzohen me bllokim të rrugës dhe mos lejim të punimeve deri në marrjen parasysh të kërkesës së tyre, paralajmëruan banorët e këtyre fshatrave.